Foltorja ka qëllim në vetë, i takim dhe debat hapur si që këni pa filtra, pa kamerave, me mbështetësit ta. Ne aty regjistrojmë propozimet e tyre, shënojmë kritikat që ata bëjnë në mënyrë që të përmirësojnë, por do t'ishte jo e drejtë dhe jo reale, në qoftë se do pretendohej se me këtë foltore ne ezaurojmë debatin e domosdoshëm të brendshëm parti, analizën e punës tonë. Ajo do bëhet në çdo qelisë. Absolutisht ne nuk jemi parti e gjahut shtrigave, por ne shëmbyll as nuk jemi. Ju e pat vetë, mbaruan zgjedhjet, pati nga ata demokrat që kishin marrë dhe rrogën e deputetit Partisë Demokratike, të tjerë antar kryesie, e tjerë, që shkuan dhe u punësuan, u bën drejtora, këshilltar në strukturat e narkoshtetit. Ashtu apo jo? Patë të tjerë, dhe këto më mirë se unë i din vetë strukturat, që gjatë fushatës elektorale nuk kanë punuar një ditë. Nuk kanë punuar një ditë. Pati të tjerë që shkuan me pushime në fushatë elektorale. Apo dhe që punuan për Partinë Socialiste. Natyrisht me këta do t'japin llogari. Dhe do jenë strukturat që do përsaktojnë qëndrimin ndaj tyre. Kjo është gjë më normale. Do jenë strukturat ato të cilat do të bëjnë gjitha propozimet, të gjitha mendimet, të gjitha kritikat. Ne jemi parti e mendimit hapur, ne s'vdesim kurrë, sepse jemi parti e vlerave të risë. Kjo është gjithë puna. Do ketë diskutim. Do ketë me dhjetra, qindra diskutime. Po, të themi njëri tjetri gjërat. Do japim shpjegimet, do japim llogari, do marrim përgjegjësi. Pra, kjo është e domosdoshme. Në qoftë se nuk ndodhi, atyre që spekulojnë, nuk ndodhi. Në periudhën që ne po mbronim votën, mbrojtja e votës për ne, ishte një rëndësie jetike, jo vetëm për Partinë Demokratike, për Shqipërinë. Ja ku është sot. Agjende parë në të gjitha forcat politike të spektrit djathtë në Europë. 10 ditë më parë, në San Paulo, në rendite, 4 ishin çështjet kryesore, njëra prej cilëve ishte Shqipëria. Këto u arritën. Tani jemi një fazë tjetër, në një fazë që ne do përballemi me këtë të keqe. Kemi këtë mbështetje, kemi këto fakt, kemi këto dokumenta, kemi këto arritje në këtë fushë. Atëherë mbetet në guximin tonë. Dhe ne do të tregojmë atë. Pra, kjo është, nuk ka, janë gjëra të dukshme. Kur them të dukshme, ka patur që ta dini ju. Po. Ka patur denoncime për X apo Y që po punon kundra nesh. Por në fushata është fushatë. Dhe në fushatë ti nuk edhe mund të merreshin masa, sepse fushata është aktet më të rënda që mund të kryesh është të punosh kundër në betejë, të shmangësh, të dezertosh. Por janë lanë që të bëhet analiza. Kjo është.